etj. Ne dim shumë mirë në 10-15 vjet e fundit është Serbia që mbizotron temi që furnizuese kryesore edhe me vrasës, edhe me armë me cilat kryen akte kriminale. Pra, a ka një lidhje mes të dyja gjërave apo thjesht koincidencë? Ka një pikpyetje të madhe, zoti Balla, që po hetohet nga policia mbi itinerarin e këtyre personave. Di që janë marrë dhe celularët, tabulatet, po shikohet çfarë kontakti kanë këta në Shqipëri. Me kë kanë marrë fillimisht kontakt, ku kanë komunikuar, dhe si ka mundësi që këta janë futur brenda një turme, ose më mirë një grupi i cili është i rrezikshëm dhe i quajtur ndryshe grupi zjarrit. Puna është nga ana tjetër shumë e thjeshtë, mjafton sepse në protestën e para një muaji, policia le themi i kapi molotovët pa shpërthyer, i kapi me peshë në dorë pra grupin e zjarrit. Pra praktikisht i thuaj që këta italianët edhe këta janë kapur me molotov në dorë apo jo? Jo, këta janë kapur me veprime të dhunshme, nuk di ta konfirmoj me molotov ose jo. Pra referimi është bërë për veprime të dhunshme. Që t'jemi saktë në lidhje me referimin policor që... Po këta janë kapur duke bërë akte dhune. Pra janë persona që janë... Brenda turmës janë filmuar dhe fotografuar me maska, pra kanë fshehur identitetin e tyre. Ervin, një pyetje të fundit para se të lë të lirë. Më kujtohet protesta e fundit që ndodhi në Itali para gati një muaji, dhe aty u vuren temi një koordinim i këtyre grupeve radikale që vinin nga gjithë Europa, ca prej tyre nga Romania, nga Bullgaria, nga Hungaria, dhe cilët mbajtën protestat dhunshme në Itali ku përleshën dhe me forcat e policisë italiane, më pas qeveria Meloni nxori një dekret posaçëm për mbrojtjen e policisë për shkak të këtyre temi elementëve kriminale apo turbulluese apo radikal që vinë nga gjithë temi grupet radikaliste në Europë, majtat e djathta. Sa mundësi ka që nga këto lloj grupesh të jenë marrë element të tillë qoftë edhe me pagesë për llogarit kujt? Në bindjen time 100% këta janë pjesë atyre grupeve. Por duhet të hetoj policia për ta nxjerrë këtë në mënyrë zyrtare. Po këta janë pjesë të grupeve të cilët bëhen mercenar shumë lehtë, marrin pagesa dhe vijnë në shërbim të kujdomi politik, qoftë në Itali, qoftë në shtetet e tjera, për të kryer dhune dhe marrin vetë përgjegjësi në rast pas rasti. Mirë, Ervin, falenderoj Ervin Karamuço, profesor, falenderit. Karamuço ishte personi që në fakt e nxori këtë lajm për herë të parë në lajmet e ABC News. Faik, të duket befasi kjo që temi të paktën kaq sa dim deri tani, ëh? Policia ata po i ndjek gjën e tillë, i ka liruar. Patjetër që është befasi, e rrezikshme, sepse unë mbështes çdo lloj proteste, çdo qytetar i cili ka dëshirë të protestoj, është i lirë, janë krijuar mundësitë, kushtet nga ligji, nga kushtetuta, të kundërshtoj çdo veprim të çdo qeverie, të cilën e quhen pa drejtë apo të cilën e quhen se i kërcënon të drejtat dhe liritë e tij. Por kurse një forcë politike, ne kemi thënë, nuk duhet përdori akte dhune në një protestë. Por tjetra është kur ti merr një shtetas rumun. Njëri është rumun, paktën më informacion që kam unë. Nga emri mbi emri është tash o rumun o moldav, domethënë. Tani unë kam informacione që është rumun. Njëri është arab, njëri është italian. I pam dhe emrat e kemi nxjerrë në ekran, po. Unë nuk di që Shqipëria të jetë vend i antarësuar në Bashkimin Evropian dhe ka luajtur politika të cilët kanë irrituar Rumaninë dhe Italinë. Që mund të kishte një arsye për të ardhur në Shqipëri për në një propozim të ligjit Bashkimit Evropian dhe mund të ishin përfshirë në një... Po flasim për shembull, jo për shembull, nëse vinë e protestonin ku diun për bazën për kampin e Shëngjinit, do kishte sens. Por sjellja në protest, maskimi, fshehja e identitetit, përdorimi i dhunës, ka policia prova që kanë kryer akte dhune, se sa do arriti provojnë gjykat, këtë nuk mund ta them, por ka prova që kanë kryer akte dhune dhe të ftosh
Tani, apo të organizosh. vetëm për plotësimin e asaj që thatë ju. Pra, akuzat për cilat këto veprat penale që rëndojnë mbi këta 3 shtetas tuaj në kundërshtim i punonjësve të rendit publik, goditje për shkak të tyre, shka thotë që ka goditur polici, dhe prishe rendit e qetësisë publike. Pra, unë them që këto 2 të para, sidomos janë shumë të rënda, po merret që ti godet policin. Ati si dhimbset as polici, nuk i dhimbset as shteti, nuk i dhimbset as qytetari, nëse ato molotovët do përfundojnë të protestuesit, sepse mund të përfundojnë dhe të protestuesit, mund djegin dhe policin, ai s'ka as një lloj ndjesie për këtë vend. S'është mercenar. Ai është i paguar, po themi, nëse, Dyshohet se. Dyshohet, nuk mund. Se siç e thatë ju, kaos internacionale nuk ka. Internacionalizëm proletar nuk ka. Nuk ka. Atëherë, kush është arsyeja që ti merr dhe paguon? Ne dim sa të rrezikshme janë bandat e huaja, mafia italiane, dyshimet që mund të kenë hyrë nëpërmjet Serbisë, ky kombinimi arabo-italiano-rumun. Çudi e madhe shumë. Domethënë, për mua është rrezikshme. Unë kam një apel tjetër që policia